nuk kam kohë që të gatuaj çdo ditë në shtëpi, edhe që të mos ham nga jashtë, se nuk i mendoj që janë fare të shëndetshme. Çfarë bëj unë? I përgatit burgers në shtëpi. Burgers do me thënë, unë i hedh shumë gjëra brenda, e di që juve mund t'i hini vetëm krip, piper dhe qep kaqë, unë i hedh shumë gjëra siç mund të shikoni, i hodha speca, i hodha qep, vezë, erza, vaj, tamerik, krip, piper të zi, rigon, majdanosh. Kjo tjetra çfarë është? Kjo është dhjozmë, e themi neve, në xhikësh në Shqip e gjeta. Pastaj bukë të hupët, do me thënë, që kemi, e gri në blender si që patë, qepë. Po u tregoj dhe thoj që kam thoj ndaj edhe duhet të vendos dorezat, më na ngelet do një copë thoj kuq brenda në mish, jo se do kuptohet, po se po tallem. Edhe pastaj do t'i bëj këta burgers, do t'i vë të gjitha në për këto enët e hapura i vë unë kështu që të mos jetë njëri mbi tjetrin, do t'i mbuloj me letër kuzhine, me këtë djafani membranish në greqisht tani, cling film thueni, nuk e di në shqip tani si është, do më falni, dhe do t'i vendos në ngrirje në frigorifer. Kur më duen, do ta nxjerr një nga këto pjatat, do shkrihen dhe do t'i vendos në furrë. Edhe jemi gati.